vazhdojnë të zgjidhen hallet e popullit në zyrën tonë të popullit, në pritjes së popullit të shohim se kush ka ardhur të ankohet tek ai I cili ka shumë, po shumë hormone. Urdhoni? Si jeni? Si jeni? Zotri. Kam një ardhë të madh. Mora vesh për një sekundë. Urdhoni, ullu. Urdhoni. Ju falenderit. Zotri, nuk e keni ide se që më ka ndodhur. Çfarë ju ka ndodhur mua? Më ka ndodhur një problem shumë I madh. Më I zonjë unë tash të lutem shumë tash, më vjen keq tash. Ju vin, si nuk erdhet një herë të thotë more zoti drejtor, more zoti shtet, erdhat ju shoh se kam mall për ju. Do të për hall, nuk e kuptoj çfarë. S'ma vini re se jam shumë e shqetësuar. Po më vjen keq tash të lutem shumë, po më vjen keq. Ka ndodhur një problem shumë I madh, po ju them. Po çfarë problemi madh më ti zonjushe tash urdhot, po ju dëgjoj. Shiko zotri. Shkova te ministër Samir Taiki. Nuk ma zgjidhi. Do ketë patur punë. Vajtat e kryetarit të Partisë Demokratike. Asaj s'ma zgjidhi. Pastaj vajtat e Luli. Asaj s'ma zgjidhi. Si t'ja bëjmë zotri? Te Erioni vajte? Jo. Te Erioni kishte vajtur se mbas ai ta kishte zgjitur, sa ai zgjidh hallat e njerëzve. Urdhë, çfarë hallat se kam punë tjera të shkëtoj. Isha në shtëpi. Po. Edhe vajti ora. Vajti ora. Çfarë? Për çfarë ore vajti ora? Ora e filmit që unë shikoj. Edhe? Ndodhi Ataja, ndodhi. Ataja. Doli artiti në televizor. Po jo, more zotri. Mu humbi telekomanda. Nuk kishte ma atje, ku e kisha lënë. Po çfarë të them unë moj zonjush tash. Vjen këtu për telekomandën, ne jemi zyrë shteti kanë hallë njerëzit pa bukë atje pa punë, gjep telekomandën ty. S'kemi punë tjera ne. Po ktheu zotri. Edhe unë njeri jam, me mishë me kocka jam dhe unë. Me mish ndoshta. Kocka nuk po I shohim gjykun. Nëse nuk merremi ne me këtë punë. Policia ka një zyrë adekuate që mund të zgjidhë problemet që çështje për shembull për sendet e humbura atje. Ne nuk jemi po. Lutem shumë tash. Po unë si t'ja bëj mua, kush do ma zgjidh hallin? Po nuk e di moj zonjush tash kush do zgjidh, do shkosh polici, do marrësh telefon policinë, do shkosh vetë ta denoncosh. Ne kemi halle të tjera populli, papunësia, komuniteti rom, etj. Si kush do t'i zgjidh këto? Kush do t'i zgjidh këto? Të fuzi. Kur kesh problem pune, do vish te mua. Problem telekomande, humbi telekomanda, humbën breket, humbën sytjerat. Polici. Zotri, që keni shumë I pasjetshëm, sinqerisht. Po pse jam I pasjetshëm moj zonjush tash? Më fal, ku e lart Ne celularin? keni për detyrë more të përgjigjeni popullit, ja zgjidhni hallet, se ja kemi dhënë votën, të pasjetshëm, të pa edukat. Kush do mi zgjidh hallet? Më lër se ka humbur celularin tash, lutem shumë. Jam tumi. Po jam të mirë ti. Lasha të drejt celularin. Alo, policia? Nga humbur celularin. Atëre tani jemi në një familje tipike shqiptare, një familje përbërë nga 3 antar, është bashkëshortja dhe djali pak në peshi shëndosh të themi. Vjen Visjani, Ina dhe Besi. O zoti madh. O jetë! Po, O ti që më kes bukur jetën time. I ke bërë një surprizë familjes tënde, u ke ble një robot që ka një funksion shumë të veçantë. Ha babi, o eleganti babit. O peskin që Ina dhe babit. Besi, jeni familja pak e çuditshme e Visjanit. Juli, ti je roboti. O grua, hajde këtu, hajde se të kam bërë një super dhurat. Po zemër, qa dhuratë më ke bërë? Të kam bërë një dhurat kryevepër. Gjeje. Dhurat kryevepër? Po. Për mua? Po, Më ke blerë këpuc? jo pa antidjerës, po jo me jo qa kutit. Dhurat me perë, po them, se ke pa një erë, super dhurat. Dhurat për mua, jo këpuc, Gje. më ke blerë çantë! Bravo, sytë që të pëlcasin, se gjete, nuk e gjete, zemër. Çfarë Hapi drejtë sytë. më ke blerë pra hë? Tada! Qa janë këto që na nxjerrë sytë çunit, more? Qëtësomaj, mos mi bërtit vekla me mua. Janë vekla këto. Janë Vekla pjesë për dhuratës. çfarë? Mos ta kap me vekle. O zoti, pa për çaj ke ato vegla hë? Pjesë dhuratës pra, dhurot aty. Ullë aty. Babi, Tulem, hajde qa ullë dhuratë këtë është babi. kjo? Hajde, Lan do- kjo? Fshin kjo? Pastron kjo? Po s'ka nevojë Kjo me pastroj. dhurata që na ke sjell, lan, fshin, pastron. Kush I bën punën këtë shtëpi? Po ti shko ule aty. Kom qefën e tolla.
Kjo është super dhurata grua. Kjo është ulu. Si me se bukur më. Mirë se erdhe dhurat. Grua, kjo është dhurat. Kjo dhurat ka një efekt special. Zbulon të vërtetën. Do me thënë. O babi, ulu. Zemër, shpirt. Ulu se e prish. I vogli, mamit ulu. Shpirti, babi, lopa, babi. Dëgjoj Dhe tash. ti na duesh. Pusho grua. Ja ta provojmë a punon apo jo. Për shembull, ti je gruaja më e mirë në botë, domethënë. Unë. Kupton? Okej, puno ka shumë mirë. Ja ta provojmë. Shokë mua. Zemra babit. Ke ngrënë gjë sot ti bab? Ja. Thuj babit, sa ke ngrënë? Sa ke ngrënë? Qip. Kom hongër i qibuk. Sa ke ngrënë më bab? Kom hongër, bajagi. Sa bajagi më bab? 100 kilo ushim. O të gjetë sfyti shalë, o të gjetë Ma gjuj mërmur. E kupton tani? Mirë, e kupton se qa po na nxjerr ky robot këtu? Po na nxjerr që dhe djali jon gënjen, edhe nuk ka faj që gënjen, sepse ka se kujt i ngjaj, sepse i joti është, edhe ka... Ka thua me shtrik, o shtrik. Egi dhe Tubi, keni ardhur për vizitë. Mos, Zotin ma. Rafi. Dhe kjo na u desh, kush do t'japi për të ngrënje, për të pirë këti, shiko si është. Na u shtu. O, mirë se erdhe. Si ka mirë se erdhe. O pse erdhe trafika? Si e ke qenë gjatë? Mirë se erdhe. Hajde ullë. Bab. Ku dalë? Si ka lutë? Mirë mbrëma. Si dukesh? Si jeni, mirë. Nuk fletë Shqipa, jo. Neve kemi ardhur për, me që mbaroj djali atë kopshin, kemi ardhur për qokë. Hajde këtu. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Po si jeni? Mirë. Jo, do shkojmë Vjollë, sa si jeti? Andim Mirë, brapa. Brapa, jo, këtu. Hej, grua, ja more dorë robotit, ha? Prit një sekund, lutem shumë, se nuk e dua aty me shpis. Bravo. Kështu si bulir dushi. Jo, e kemi pajisje 3, elektroshtëpiake. Ju kërkojmë djes që jemi vonuar për vizit, po kemi pasur shumë punë. Kemi qenë shumë të zënë këto Qarë është ky? Është, jo, Pa punë, ja, kështu. mos ja vëre, nuk ka e ka. Pa punë. Pa punë kemi qenë. Keni shënë papu. Ne në fakt erdhëm, mi që mbaroj djali kopshin edhe Shiko, unë të kuptoj shumë mirë, po djali është bërë 20 vjeç tani. Qyqa. Sa jemër e dreq. 72. Pa sabet? 10 vjetë. 72, e? 10 vjetë. Po ku po parë në vjosa? U bë shumë po. U bë ca dit pa parë. Kemi ko po parë. Shumë po. Po pam tjepra, po. Po ka pak gjak në zetë kë. Sot pra para jore, o pam. Sot u pam. Më falë, moj zemër, moj shpirt. Si e kemi në gjati? Cubi. Qyqa. Esmeralda po thosha, Esmeralda. O, dakor, te kam sa dete. E shkreta. Qyqa, ka bekime. Mjam. Po e zemër, Bekim. në gjithë të vite martes nuk gjete një sekund të më thoj që e kishe emri Bekime? Po, isha burë dhe tani jam bërgrua, prandaj. Ishe burë? Si ishe burë mi? Po isha pra, po, se e zhidin Se pasaj. kisha vënë re këta, grua. Bravo, qop! Ja, mi qyqa. Okej, e kisha vënë re, e kisha vënë. Shumë jenë. Më falë, tani kam një pyetje sepse po shqetësohem shumë nga kjo që ndodhi. Mos u shqetëso. Ju të dy. Pse ishi takuar para një ore se këtë nuk e kuptova? Jo, farkosi, Jo, qumës. Se Po nosim tavër, grua. se jeni takuar para një ore ju të dy? Se Po luanim tavër, prandaj. Okej, po bënim seks. O, pra mo! Seks, zemër, po Si e seks. Si e ke mamin? Si seks mi? si seks, more! Seks me ka?
marrë seks. Si po ti që ke qenë pësjermi? Më falë një sekundë, po, unë nuk të kam trathuar kurrë, pra! Asu s'kam trathu kurmi! Më fal. Unë jam kurios, ti me ke trathuar. Falë, kush është femra? Po nuk është femër. Nuk është femër, më është e vërtet. Nuk është femër. Po, femër të është e vërtet. Falë, Që është këmë betë shumë. do me thënë ti ke shumë kohë që më trathon, apo jo? Pse mi shtrik, ti s'ke kohë që më trathon mua? Sor? Unë. Po ti! Ka qënë vetëm një herë. Njerë, hë. Zoti Marë! Ku treqin e kaputonin ky robot? Ku e ka? Zoja e zotrin, ky është roboti që s'duhet pasur në familje. Publicitet, rikthehemi pas pak. Faleminderit Vodafone, komuniteti klab më i madh në Shqipëri dhe sigurisht më i suksesshëm.